Dhe tani kemi dhe kolegun tonë, gazetarin Dorim Nitaj, i cili do na tregon se në cilën shkollë dhe në cilën komunë është në këto momente. Dorim, përshëndetje. Përshëndetje, Genze Giza për ju në studio, si dhe për gjithë dëgjuesit e shikuesit Radio Dugazhinit. Unë jam te Fakulteti i Edukimit në Prishtinë, ku është vendosur qendra e votimit me kusht për qytetarët e kryeqytetit, ku janë të hapura 2 vendvotime që mund të votojnë ata qytetarë që për ndonjë arsye nuk e gjejnë emrin në listat e qendrës tyre të rregullt ose nuk kanë mundur të shkojnë atje ku janë të regjistruar. Sipas kryesuesit të kësaj qendre, deri më tani kanë votuar rreth 96 persona me kusht, një numër dukshëm e i ulët krahasuar me raundin e parë ku kishin votuar 226 persona gjithsej. Gjatë qëndrimit tim këtu vura re edhe disa raste të qytetarëve nga komuna tjera që tentuan të votojnë me kusht në Prishtinë, por nuk u lejuan pasi votimi me kusht ashtu siç e kemi ripërsëritur edhe ne disa herë mund të bëhet vetëm brenda komunës ku një person është i regjistruar si banor. Përveç këtyre rasteve nuk mundet dikush i Prizrenit më ardhë me votu në Prishtinë, siç ndodh në zgjedhjet nacionale, pra të votat me kusht. Jo, tek zgjedhjet lokale, secili banor i asaj komune që është mund të votojë në qendrën me kusht në atë komunë, brenda territorit të asaj komune, jo në një komunë tjetër. Okej, mirë. Pra, përveç këtyre disa rasteve të mungesës informacionit nga drejtuesit e qendrës, më është konfirmuar se procesi ka kaluar pa ndonjë incident apo problem tjetër. Policia e Kosovës është e pranishme këtu njësoj si në çdo qendër tjetër votimit për të garantuar rendin e sigurinë gjatë procesit zgjedhor. Tash cekim që në nivel komune, sipas dhënave të fundit që kemi në Prishtinë, votime ka ndalur 78.376 votues apo 35.24%. Procesi zgjedhor në komunën e Prishtinës gjatë ditës ka kaluar i qetë, pa incidente të raportuara. Dalja në votime duke dukshëm e ulët se në raundin e parë të zgjedhjeve krahasuar me këtë kohë, bazuar në dhënat e KQZ-s, është diku rreth 9.000 votues më pak. Edhe nga vështrimi jemi situatës në terren, përpos qendrës Ismail Qemajli, në asnjë qendër tjetër votimi nuk kam parë ndonjë fluks theksuar qytetarëve që ushtrojnë drejtat e tyre për votim. Këto pra janë informacionet për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në qendrën e votimit me kusht dhe qendra tjera të Prishtinës. Dorem, faleminderit shumë, ne përshëndesim. Është interesant tani edhe në Prishtinë se duket ka rënë flukse, nëse kthehemi një 2-3 orë më herët, Prishtina ka qenë e stërmbushur me vetura, pra futja është e hënë ose ditë e premte.